Star News ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur me parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Cikloni i fuqishëm në veri perëndim sjell rreshje shiu e dëbore në Iberik, pjesën e Britanisë dhe Europën qendrore, ndërsa Alpet priten me dëbor të dendur. Skandinavia, pjesa e Ballkanit, Egjeu dhe deti Zi paraqiten me mot të qëndrueshëm. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, paraditja vjen me kthjellime, sidomos këto në zonat bregdetare, ndërsa pasditja pritet me shtim vranësirash më të theksuara këto në jug të vendit dhe në juglindje të territorit shqiptar, me flokë dëbore në vende lokale. Temperaturat do të luhaten nga -2 deri në 21 gradë Celsius, hera fryn lindore deri në 30 km/orë dhe dallgëzimi në brigjedetare do të jetë 1 ball. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonet e Europës për ditën e nesërme. Iberiku dhe ishujt britanik vjojnë me rreshje shiu dhe stuhi ere. Përkeqësimi i motit pritet edhe në Europën qendrore dhe Italinë veriore. Nga ana tjetër, pjesa e Ballkanit, brigjet e detit të Zi priten me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, paraditja vjen me kthjellime dhe vranësira, më të dukshme këto në zonat juglindore të territorit shqiptar, ndërsa pasditja vjen me shtim vranësira së rreshje të pakta shiu e dëbore. Temperaturat do të luhaten nga -3 deri në 21 gradë Celsius. Era fryn juglindore me një shpejtësi 35 km/orë duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjedetare 2 ball. Shëvdani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.